Ngrita syt dhe pash birin tim të çmuar që varej në kryq. Por ëngjëlli më kishte thënë se ai do të mbretëronte në Izrael dhe se mbretëria e tij nuk do të mbaronte kurrë. Sigurisht që do të vinin e ta hiqnin prej andej. Me siguri do të kuptonin se kush ishte ai në të vërtetë. Pastaj dëgjova ushtarët që i thërisnin: "Nëse ti je Krishti, shpëto vetveten dhe neve." Dhe por mbi kokën e tij ngulën një shenjë, në të cilën kishin shkruar: "Ky është mbreti i Judenjve." Ata u tallën dhe e pështyn. E kishin hedhur robën e tij për tokë. Unë doja ta merrja në shtëpi, ishte një robë shumë e bukur që unë vetë kisha thurur për të. Një robë që vlente shumë para. Ishte gjithçka që më kishte mbetur prej tij. Por ndërsa afrohesha më shumë, pash dhe dëgjova ushtarët që po ziheshin për robën e tij dhe po hidhnin short se kush do ta merrte. Dhe më kujtuan fjalët profetike të paraardhësit ton David: "Ndajnë midis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time." Kisha bërë shumë rroba për të, që kur ishte një bebe i vogël, që kur erdhën barinjtë e Betlehemit, pasi ai kishte lindur dhe na thanë se një ëngjëll u kishte thënë se shpëtimtari, Mesia, kishte lindur. Unë i çmoja shumë ato gjëra në zemrën time dhe mendoja shpesh për to.